Miqtë e emisionit Fol përshëndetje. Sot emisioni Fol ka ardhur në Prenjas. Pikërisht aty ku nis rruga Qukës Qath Ploç. 3 kilometra në 2009 nisën këtu e këtu kanë mbetur. Rruga është për të mos thënë rrugë, sepse vetëm një mjet i fortë, Folistrat, mjetet e tjera mbesin në trasen me gropa gjigande. Shikoni, nuk është vendor fare. Pjesa tjetër është e asfaltuar. Ne sot kemi ardhur sepse banorët e kësaj zone janë shumë fshatra që preken nga këto 3 kilometra, kanë dalë në protest. U është sos durimi. Kjo rrugë nuk mund quhet më rrugë. Dhe ata ngrën pyetjen pse është lënë 14 vite këto 3 kilometra pa bërë. Atëherë, faleminderit banorëve, faleminderit që Ju falenderojmë shumë juve. Faleminderit. Ju falenderit ju. Që na mbështesnin. Si quhesh? Unë quhem Rustem Bloshmi, na fshati Fanj. Rustem, ato që thash unë ti dëgjove, Po. ishin korrekte? Fjalët që thash, Ja reale. është e vërtet? Kur Po, ka po, nis po, kjo po. rrugë? Që në 2009 që është bërë inaugurimi i kësaj rrugët Qukës Qath Ploç, edhe këtu nuk është vendor më. Pra, thjesht u bë traseja, kjo U bë çakulla? traseja, filloi me fjalë na Qukësi për gjeri këtu, u bën një tunje me fjalë që u shkollën plepat atje, u bën, nuk e di, unë problemi Po. i Gjollobe. gjenerik Aha. i firmës, edhe këtu tani është bërë katastrofë. Gjatë beharit bëhet veç pluhur. Në dimër? Në dimër, si që shikoni me fjalë që janë turp, ka rënë bilës na kemi javë ma përpara që kanë ardhur ca gazetarë me fjalë që Po. ashtu e zorëm në media që ka rënë një fëmijë aty deshumit mos e kapin shokët. Ku ka rënë? Këtu, Në këto gropa? Këto gropa këtu ka rënë një fëmijë i kopshtit. Kaloj ke muri lart. Te muri lart, por në gropët desh e kanë nxjerr Shokët e tyre. shokët. Kështu që kjo bën një katastrofë e madhe. Këtu nuk pyet njeri më se ç'a bëhet. Këtu është katastrofë, këtu vinë vetëm kur bën votimet. Një thes 25 kg që e pan 4.000 në 50 kg po hoqën. E kanë bërë 25 E kg. përgjysmuan. Kanë përgjysmuar se duhen dy thas. Më 4 vjet duhen dy thas. Edhe rruga po në vend. Rruga është në Stop. vend. Po mi më çfarë thonë, se nuk e kuptoj, pse ka mbetur pikërisht ky 3 kilometër? Se ka Tani- një pikpyetje të Tani madhe. pa marruar punë ta ulan balla me këto Mos u merr me. punë të veta, unë me ta do merrem orti, shaban, Mirë, se nuk e vazhdo. ka bërë unë ata. Tani këtu Po është marr- Taulanti edhe para Taulanti, tu pas ka 14 vjet. Po, jo, po, ky ka qenë. Kit kemi pa. Kjo Ky ka qenë, kompania se po doshte ta ulan balla, kjo rrugë ishte e bërë. kuptoj. Firma shkatroj. Tani kjo kompania Ta kamiona është që e prishin punon rrugën. këtu. Po, jo këtu, jo. Është Albavia. Po, në lart ata. Ja po kësa rrugë punoj, firmën. Po këtu kalojnë. Firmën. E kuptoj. Kështu që amoni mos nërheni, o burrë dhe. Jo, pa merak. Mos e kaloni Taulandi, se Taulandi është i pari kësaj pune që ka groposit rrugë. Tauland balla, se po do Tani ky kamioni ku shkon ky? Marrin inert e këtej? Po Gradec, në fshatra po Jo, Gradec. punon lart ky. Po Gradec. Fshatra po Gradec, Trebia. A, vazhdojnë punimet e kësaj rruge. Po pse nuk e mbarojnë këtu? Kush e ka pas këtë? Këtë s'marrin vesh ne. Një sekund. Na nuk e fillojmë na koha punë. Na e fillojmë na bishti. Ta nisim kush e ka këtë rrugë dhe që e ka braktisur. Pa ka shteti ka orë burri dhe Salilari, thot. Firma Po Salilari. në taj pra, Mirë, kush nisi ta ndërtonte? Kush fitoi? Salilari ka qanë. Ai ka qenë. Ai ka qenë edhe Matan? Jo. Jo, Vetëm ky segment 3 kilometra. Vetëm këtë lotin e parë ka pas Ka Salilari. pa Salilari. Shumë qartë. Kështu që ka arrit tu ku jemi. Tani na kërkojnë ndihmë vetëm për mediave se na me shtetin s'kemi qanë, as i komunikim. Kryetari i bashkisë e quhen për këtë punë, kam votuar edhe unë, se unë jam i djathtë faktikisht në origjina. S'ka. Po e pashi nuk e bën mirë atë parë dhe kam votuar në rebelb. Pra, kalove nga djatha majtas me shpresë që do bëhet Me rruga. shpresë për të bërë rruga, votova në rebelbën. Ai nuk e hapën, nuk e dia vetë parlament, nuk e dia arriti të shkoj. Atje sa ai nuk foli, nuk e pam. Me herë ata, erdhi emëruar kryetar bashkiet, as ka nuk komunikoj më me ta, sa ai nuk do ta di. Një pyetje kam unë. Po. Kryetari i bashkisë çfarë mund të bëj për një rrugë nacionale?
Jo se duhet Asnjë bëj gjë. amnistin, kjo është rrugë kombëtare. E marrë vesh, Kam po në përshtypjen- qumë deputet, jo, po flasë për atë pjesën e E deputetit. kishe për pjesën e deputetit që çonte Deputeti e fjalën. qumë për këtë rrugë, po qartë. mirë për këta. Gjithsesi, Se për këta kemi ato rrugë të fshatit na për ta që na ka drejtë, na ka bërë dritë. i ka bërë dritë ato. Atë, po merak. Tani në këto fshatra Po. këtu, ka gjurmë asfalti? Po mo, pritë zotë rreziku. Asnjëherë. Janë gjithasi kjo rruga këtu. Mirë. A di që nuk ka njerëz, mo jo gjumë asfaltit. Na po ikim gjithë, unë çuni ka blesh pi Durrës, jemi në largim, jemi në braktisë të fshatrave të gjithë. Po gjuna më gjithë Po, fshatrat po, bukur po, këtu. ja, Gjelbrin më nga vjen gratë ata thesh. Më vjen keq që ta lën fshatin, ta lën vendin tem se kam për rrugë. Ose vajt. Vetëm për rrugë. Ose pse do Se flasim nuk nuk gjithë pyet të njeri, qit. po marrova unë edhe folti po. se vetëm për rrugë po ikim. Po praktisim tokën e gjyshit e të babës se gjithë po ikim a ne me fjalë me resurse me Sa fshatra preken që impaktojnë? sa fshatra preken këtu me fjalë këtu. Jo, preken mirë direkt. fshatra. Direkt janë fanj. Këtu, me këtë rrugë. Po. Fanj, Karkavec, Brzesht, po, Strava, Sopoti. Mokra, e gjitha dhe Mokra. Po, gjithë se këte do kalon Po, atë se Këtu lidhja me Elbasani këtu është. Po, Po pra, po Gradec. edhe sa banor, po, vlla. Ja, kërkoj ndjes. Sa banor? Ja, sa po, banor bën mi 6.000 banor. bën mi 10.000 banor, 20.000 banor. 20.000 banor me gjithë Mokrën. 20.000 se mi banor jemi fshati Vajnë. Kjo rruga është Se kam qenë kryetar fshati, jam akoma mirë në vitëri. Edhe jemi banor në fshati jonë, atëherë mos e... po. Kështu që, po, Faleminderit. Faleminderit e ju. Si të quaj? Përshëndetje. Unë quhem Shaban Qerri. Të flasësh. Po. Jam i rizjellur antar administrator lagje. Je administrator i lagjes. Po. Lagje Shumë Qerri. mirë. Shumë mirë që të kemi edhe një zë, le të themi, Tashi- zyrtar për sa mund quhet, sepse normalisht Sigurisht. duhet kishim ata që janë, le të themi, edhe pronarët e rrugës, që de facto shteti, As nuk diskutohet. qeveria, sepse ky është një investim Ky- që i kalon Shtetëror. domethënë fuqitë e bashkisë. Kështu ka qenë apo ka ardhur në përkeqësim kjo trase? Pra, Tash në lidhje me këtë lotin e parë, ky ka filluar në 2009 nga firma Salivari. Ka qenë në gjendje, po thuaj, disi të mirë. Me kalimin e kohës, me futjen e firmave të Albavia e të shumë të tjera që punojnë tu në këtë lotin e dytë e të tretë deri në Mokër, kjo rrugë është degraduar jashtë mase. Në lidhje këtu me këtë rrugë, janë mbi 10 fshatra që nga zona e Pogradecit, edhe nga Quksi deri në Sopot. Veç Faj, Manastreze, ku ta diun në Krahat, kjo është bërë për bindjen e zi. Është bërë e pakalueshme. Jo me mjete, po dhe me kamësor. Ne çojmë në shkollë fëmijët, detyrohen do familjar tash, ata vinë ankojnë te neve në lagja. Thotë unë le çoj fëmijën në shkollë, me çata çoj si ta çoj, po le punën, po iki të shoqëroj fëmijën për shkollë, do iki prapë, do kthehet në drek, do e bëj bukur fëmijës, do kthehem të marr fëmijët nga shkolla. Kjo është e vështirë. Në qoftë se do të ishte rregulluar kjo rrugë, këtu mund të kaloshin një autobus apo një furgon e paguajnë vetë fshatarët edhe i çojnë fëmijët në shkollë. furgonët kanë hequr dorë, për shkak të Është një furgon, nuk e them se s'është, po është vetëm se ai që ka mundësi ta paguajë, se ne jemi. Po kjo zonë është një zonë e bukur, këtu po çpopullozohet vendi. Kjo është zona e bukur, është një zonë Lugina Shkumbini. Këtu punohet pa kriter. Vinë firmat, fillojnë me lumin, marrin zhavorin, marrin inertet. Pse akoma marrin Tash s'po marrin, po këtu i ka marrë gjithë të rrugët që janë bërë deri në Mokër, janë marrin inertet tur në lumin nga lumin se Shkumbin. tani është ndaluar, Po. nësa di. Ku aty ka shumë gjallësa, specie, mund të jenë mbi 7 specie peshku që ngjallën me këtë lum. Veç i ka pa dhe kafsh në emër që quhet me emrin tim, quhet Viza Lumi, që si shofi ma, janë zhdukur. Tu do të jetë Sazanguri një herë parë, ta shikoj këtë perl. Po të kishte ardhur për Sazani. Bëshe mirë shumë. Nëse, okay. Është. Ose unë më ve ka fare ti. Prandaj ne po e vuajmë të përditshme këta njerëzit do të flasin vetë sikush,
ka dhe fëmijë shkolle që Tani, ju thatë nuk duam ta bëjmë politike, megjithëse unë do ta ngacmojnë që këtë djathtë të majtë të qendrës. Kanë ardhur ndonjëherë këtu, ju kanë folur bisedë kështu siç po flasin. Kanë ardhur sa kanë marrë votat. Qo të Vetëm djathtë, aq. qo të majtë, pastaj nuk na njohin më. Ka Po që si është e mundur të lihen në 10 fshatra pa rrugë? kemi mbi Edhe 14 s'po hym tek rrugët e fshatit, ë? Kjo rrugë Kjo nacionale. është rruga kryesore, nuk kjo nuk është varësi bashkisë, kjo është varësi shtetit. Te ka shteti të rrugë. Po rrugët e fshatrave Rrugët e pastaj si fshatrave, keni? Karkaveci, Faja, janë më për tokë, janë më mazdore. Janë më Fare mazdore fare. të dy Po fshatra. quani më mbasdore, domethënë që nuk hyn fare makina. Foristratat po. Vetëm forestrat. Po ne sa rrim t'i blejmë ato Po dhe kështu më që kur keni halle shëndetësore që duhet me vjen bata- ambulanca hyn në fshat. Jo, do është e flasë vështirë. me herë, do kthesh e herë Është të Këtu Po, hajde na flot. këtu bëhet 2000 baht gjatë beharit. Ja, një minutë lutem. Kurse Po. gjatë dimrit, Na sjaro, lakshti ja. siç e pa vet. Ja, vetëm një moment Ju që falem- mos- Jo, vazhd. Nuk e kemi arsye, jemi mbledhur të gjithë për një qëllim. Tu ka patur një defekt sepse rruga është bërë shumë keq sa ne s'po kalojmë. Çdo njeri nuk mund ta ngarëzojë, po të gjithë ata që flasin kanë makina. Ka pas defekt Ka që në patur fillim. defekt. Tu nuk riparohet asnjë rruga. Në Bear këtu është keq nga pluri që asnjëri nuk flet, Po dhe mirë, dimër është me gropa. Se nuk i hodhën shtresat asfaltike. Sepse Nuk e di se na nuk mund t'japë përgjigje se çfarë mund bërë. Po ne Mirë, që sepse- kërkojmë është të mirëmarret rruga që dhe ne të kalojmë si njerëzit e tjerë. Pra ti Nuk thua e kemi mirëmarret, që po mirëmarret të rregullohet nuk e Allah. ka marrë statusin rrugë akoma sepse rrugë quhet asfaltike. Po këto është garazhi gjithë. Po këtu është gërë se ne nuk mund t'i japim lezetire. Ne duam të kalojmë si njerëz. Po. Nuk mund ta, ne kemi shkollë që kemi kalamajt aty. Dhe po të shkosh te shkolla shikoj kalamajt. As kush mund flasë nga këta Me që kam si të bën lagura. kalamajt nga plurin Bear. Edhe në dimër të shikojnë si i çojnë kalamajt, Ja. si i çojnë kalamajt në Ja, dimër me gropa. Hajde me mua ti shoh kamera. Atëherë, ja ku është operatori, lutem, ja, dil aty që të shohin. Të shohin gjithë shqiptarët ja. Jeni në rrugë nacionale, rrugë 6 orë në mësim. autostradë, se duhet jetë rrugë interurbane kryesore. Kjo? Bashkisë apo deputeti? Ta shohin lart e lart. To lanë palla. Kështu bësh gjithmonë, ë? Ja shoh po do. Në dimër, ë? Ka dhe më keq? Ma keq se ky. Ma keq se kanë në hurë. E qartë. Po, po. Unë e para një do falenderoj juve që jetoni me situatën tonë këtu. Edhe nuk do në zgjatëm as lartë as poshtë, po vetëm do flas për boshtin që segmenti që na është shqetësim. Ky problematiku. Ky problematik. Tash qysh në 2009, 2023 ku jemi, 14 vite, thash, flet vetë. 15 vite ka. Është kështu. Edhe tash këtu janë 6 fshatra gjithsej. Ky është boshti kryesor, si për postën, si për shkollat, si për spitalet gjithë, që përdorim çdo ditë kjo. Për furnizimin, për Edhe ushqime, kjo për çdo është gjë. kjo pikë pyetje e madhe që pse nuk zgjihet ku qëndron, se Kjo problemi. nuk mund ja hedhin Ka poshtë. një diçka këtu. Po do na tregon televizori lukset që po na Një bën lojë. qeveria ku ta diun. 3 kilometra. Kurse kjo pjesë ka një pikë pyetje pse? Pse? Se ka ik firma, keni. po- Ka firma këtu më Ka ish- firma. Jo, firma ekzistuese, ka më ndonjë mjet. Jo, këtu? jo. Unë nuk pash. Jo. Pra firma ka ikur. Dgjoj. Tash Jo, Po, firma që ka Nastira, bërë lotin Nastira. e parë. Ajo firma. Ka ikur. Salilari po do marrë bashki tani. E qartë. edhe kjo është problemi më shqetësues domethënë i gjithë lagjes. Po I ju gjithë vet, fshatrave, ju i vet nuk gjithë- keni trokitur diku që të pyesni ore pse ka i kompania pa e mbyll rrugën. Dgjoj këtu kanë ardhur me radhë. Kanë Nuk ardhur me kanë radhë. varësi Dhe këta të bashkisë. rrugët të E gjitha ka shteti japin ato këta, prendimet shteti e ka- duhura për 3 Po muaj vetë keni trokit e mbaruar tyre. çdo gjë, edhe përfundimi është zero. Pam shpresa shumë kur e kujton zotëria birin ton Taulant Balla, tham shpresa e fundit do bëhet. Nuk u bë atëherë. Nuk u bë Nuk u bë. Shpresojmë tash edhe ai që do e bëj këtë, besoj se do marrë dhe emrin e vet rruga, që është them filani që bën. Tani këto makinat normal që kanë ndiku negativisht, po këto makinat diku do kalonin se do vazhdojnë rruga. Normale. Pyetja është që ju ka dëmtu juve se s'ka asfalt. Dgjoj, prandaj pikpyetja qëndron këtu se po të ishte punë e bashkisë, mos ishte kjo rrugë nacionale, unë besoj se do ishte borë, janë borë, nuk mund t'i mohojmë ato që janë borë. Po kjo ka ngelur është nacionale edhe stop. Po 2009-2023 shumë. Pra këtu dikur ti drejtojmë kryeministrit se Kjo ja, në kjo se e përcjellën atë mesazh, inshallah dëgjon në kryeministit. Tash pse kjo 2 kilometër rrugë ç'është? Për çfarë? I bëjmë thirrje kryeministrit për këtë rrugë. Bëjmë thirrje. po, ja të vazhdoj me Ju faleminderit të gjithë Faleminderit juve. dhe për interesin. Faleminderit juve. Ja të vazhdoj administratorit. Po, më fal, kërkoj ndjes, Administrator lagje. administrator lagje. Po. Këtu veç kësaj,
që rruga s'është bërë dhe i thamë muhabetet, këto është prishur edhe toka banorëve. E ka zë rruga pa dëm shpërblyer asnjë. Asnjë nuk është dëm Asnjë nuk është dëm shpërblyer. Që në 2009. Jo, kjo e bëri një firmë tjetër 2014 nga këtu e lartë, që dëmtur toka. E mirë, lartë, Kjo e pjesa dëmtimit të tokës është ande, po pjesa tjetër i kanë marrë lekët? Besoj, jo, nuk i kanë asnjë si Asnjë kanë s'ka marrë. marrë. Pra, askush nuk ka marrë Po, lekë. asnjë nuk ka marrë. Këtu ka ankesa nga populli që pse nuk dëmtohet Po dëmi ka tokës. dalë, le të themi, formulari Asnjë gjë s'kemi marrë, s'kemi pa gjë. Vlerësimi ka dalë. Ka dalë. Ka dalë. Po keni Edhe qenë letrat ato i po. ka taksat. Po, Ja, na mas jaro. Ja ku e ke autobusin e nxënësve që po kalon Ky autobusin. është autobusi i nxënës. Na strave. Po nuk e di na vjen apo s'na vjen. Na pranon, ta marrin. Nuk qenon se është. Ja, Ma e këtu. ka 23 jemi në emision. Të kërkojmë shumë ndjes. Sa vështirësi ke te kjo rrugë? Ja, si që shikoni vetë, shumë vështirësi e madhe. Shumë vështirësi. Sa herë e bën këtë rrugë në ditë? Për ditë, 2 herë në ditë. Sa herë të shprish makina? Një javët, për ditë. Një po javë thuash, prishet balestra, makina. Shumë keq. Edhe mbetesh aty të vinë të rimorkjohen? Po. Vetëm sa që mësusët për ditë në një fshat lartë. Edhe po për ditë, shumë keq rrugë. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Atëherë, ne morëm dhe shoferin, në fakt ai tha disa herë tha më prishet makina aty edhe më rimorkjojnë, ngelem aty. Operatorit nëse është e mundur, të lutem. Shive ku po kalon makina? Po katastrofë Po fare. jo kjo. ku po hyn det, jo ku po kalon. me mësuesin e shkollës. Me mësues të shkollës. Stravaj. Ua. Shikoj çfarë shteti kemi. Çfarë shteti është. Aty vjen Po, skandaloze, ore. Shkojmë mësues në çaj gjendje, domethënë me 3 orë rrugë duhet shkosh te shkolla. Tha i shkret tha, unë kaloj tha, çdo javë më prishet makina tha. Edhe defekte. Çdo ditë kalon. Çdo javë më parë. A imagjino kalamajt e kopshit që mund të kalojnë ato gropa për ditë. është e për 2 kilometër rrugë, s'kurosh, se A më flasim tjetër një herë. Po nuk bëhet sen sepse ai person që ka marrë përsipër rrugën duhet ta dorëzonte të përfunduar, sepse kur merret një tender, nga aja ke zhoja, vjen dikush dhe e koalidon madje rrugën, Mjekisani. që e merr në dorëzim shteti. Mjekisani. Logjikisht të rrugë nuk e ka marrë ende shteti. Unë kam problem një herë më radhë pas punë e rrugës. Rruga është shumë keq. Shteti taksat i merr 1 për 1. Kush do qoftë? Kalamajt e shkollës ikin kamët kur kthehen nga shkolla, ujë fare kamët. Po gjunaf. Po kur bien Po shira. kur bie shi, do din vetë heqin shkëtë. Po gjunaf. I marrën me krah, i çan nga shkolla. Një e dyta. Unë kishe problem për punën e tokës që ka zonë rruga. Ti je një nga ata që kanë marrë Asnjë gjë fare. Po futëm me 6 dylëm tokë aty që më ka zonë mua, janë futur mua si makese serbe. E kuptoj. Ne, i kemi çu Ti letrën pas e mbet pa tokë fare, sa tokë kishe ti që të Po morën? 6 dylëm tokë. Të gjashta ti morën. E me çaj jeton? Kon. Rri merr me qira, pa kujt, pa kujt ne. Jo më Që do të kishe tokën tonë. Do të këndime. Do të kisha tokën time. Po në beshu shkojmë shikojmë atë. Jo, e 6 dylëm po tokë. duken ato kuptohen. Letrat i kam çuar tani, kemi çuar të gjithë, jo vetëm unë. Po pse si ke marrë lekë? Ik thoshte do i sjellim thotë. Ka vite kjo? Ka vite që ka shumë vite. Mirë sa fotografit i kam tu në xhep. Të gjitha kur kanë prerë misrin, o gjunaf. Serbit ishte nuk do priste misrin. Ose grurin ose pemët. Po do priste që të mbaronte ciklin që kur Ata po. i ke fotografitë. I ka fotografi në xhep. Mi jep ti t'ja tregojmë kamerës. Hajde këtu afër meje. Ha ti tregoj. Urdhë, shikoj vetë fotografit. Këto janë Janë kur firmës, i ka punu firma. Kur ti kanë prerë. Po, i ka prerë firma me motorseka, me koshte, me të gjitha. Dhe kanë qenë të lulëzuara. Normalisht ti sa ti Tash, për pak muaj do merrje prodhimin. edhe dam shërblimi hiç fare, jo të mua, janë të gjithë. Po sikush flet, sikush nuk flet, ha. Po më çush është që të flasin gjithë. Flasin sepse- gjithë, po prandaj e them unë. Sa kërkoj, kemi Shiko, 6 vite, ky 6 dylëm tokë. emision, këtë mision ka. Prandaj quhet fol. Fol pa doreza, në kuptimin që Doreza kuptohet, s'ka, doreza ti ka. kuptohet dhe pa mbajtur anë politike. Po. Në kuptimin çdo lloj fakti duhet thënë, sepse ne jemi këtu se si kemi thënë këto gjëra kur ka qenë koha. Po, ne kemi thonë. Pemët. Po, pemë, do gjunafe. Ndan shërblimi hiç fare. Jo misi.
Ta katastrofë. Ju lutem që ju lutem mos lëvizni se është edhe ngjajmë keq pastaj. Dhe na bën vrashti me rroshe, ke me rroshe aty ja, o gjuna. E pash. Vadëm Tiranë do bëni letra ti çuni, i çum letra në Tiranë. Sa doli le të themi dëmshpërblimi masa? Ku di sa doli? Doli e kanë nxjerr këta të bashkisë, nuk e di për nga këta letra, se i ka dalë ja 7 milion lekë, 7 milion e ca. Vjetra? Ha. Po do të mjaftojnë të 7 Po milion? si mjaftoj po çfarë bash? Te ka vënë 900 lekë metrin ai. 900 lekë metrin. 900 lekë vjetra metri? 900 lekë metrin. Kjo është kul. Ha. Katastrofë, 900 Ne lekë po pranoj metri. ne jemi Kisha gjuar deri në 4500 bërzullën, 3800. Po. To si janë bojnë ata. 900 lekë metri. 900 lekë metrin. Po katastrofë. Katastrofë. Ja, është e çuni xhaxhajt e aty aty ka zonë me sira. As kemi marrë akoma. Po 900 lekë metri po 3 kallinj bëjnë 900 lekë. Po ne pranoj po jemi po bëjmë Papir. Po se po ta bëjmë është 1000 sa lekë. Po është katastrofë. Ju falënderit herët. Faleminderit juve. Ne bëjmë thirrje të gjithë. Të gjithë, edhe kryeministit. Shikoj herë punë. Ja ulëm. Se vetëm bashkia i thotë në Tiranë. Vetëm Tiranë thotë në bashki. 3 herë kemi bërë letra. Do ja përcjellin topin njëri tjetrin. Njëri tjetri dhe hajt kalojnë ata. Ju falënderit shumë. Faleminderit. Si të quajnë? Leonard Vasku. Në Kakaveci. Sa fëmijë ke lënë? 2. Të dy ke. Vajzë djalë, po. Po. Të 2. Tashi, unë jam i pamundur të bie fëmijë në shkollë. Për arsye e rrugës e gjitha. Edhe arsye financiare besoj. Financiare Ka gjitha, kosto po. apo jo? Financiare gjitha. Sa kushton për të çu fëmijët në shkollë dhe për t'i Unë marrë? kam 1 kilometër gjysmë. E kam 1 kilometër gjysmë. Po pra sa rrugën tonë. duhet paguaje po të kishe lek? Do të Sa paguaj bën furgoni? 20.000 lekë të vjetra. Për një njeri, për një fëmijë dy. apo për të dy? 20.000 lekë për person. Po ti si ke ato lek? Nuk i kam. Tashi, ne kryeplak s'kemi. Komunë jo. Bashki jo. Ore, rrugët. kryeplak se nuk keni. kryeplaku po po. është zgjidhur si kryeplak. Po? Po nuk e shfryzon. Nuk i bën detyrat. E, Për po, shtremin e rrugës ose për lagje për tjetë, nuk e shfryzon. Vin fondet e të gjitha. Ja pyete djalin ja ku e ke. Po. 6 vjeç djalë. Pyete. E bie me motor nga shtëpia jonë sjell këtu te shkolla. Do e marr me motor. Me motor për ditë, Po, çdo ditë. Ma e pak. Si është të shkosh ke shkolla me balj, si është rruga? Si është për të shkuar? Në vështirë. E vështirë? Po kur bie shi? Folim aty. S'ka, se është i vogël. Është i vogël. Është i vogël. Dhe ti Tashi unë- ti e vazhdon fëmijën, domethënë gjithçka e ke marr vetë për sipër me motorin tënd, po edhe me motor është rrezik. Edhe motor edhe shumë vështirë. Shumë vështirë. Po Po kur bën ftohtë, kur bën ngritsa e gjëra. Nuk kemi as rrugë as gjë ke shtëpia, që të marrim makinë për shembull, ta blej makinën e siguracionit të paguaj unë, ti paguaj për këtë rrugë, që ta presh makinën nesër këtu në gropat unë, nuk e lëvërdis. Që të marrë makinë 2 milion lekë. E ta presh në gropat, të rrugët, plus nuk kemi rrugën në përfshat dirë. Ne kuptoj. Unë jam lart fshat, lidh rrugën me prejasin. Nuk kemi as rrugë as gjë. Ju jeni edhe më keq akoma, pra keni Edhe më problem. Keni këtë problem rrugë, keni edhe rrugë tjetër problem Shumë, atje, edhe më rrugën e keq. fshatit. Rrugën e fshatit që lidh Lezetor, a? që lidh Kakavecin me Prenjasin. Nuk ka më keq, më katastrofë. Për sa arsye se nuk vedur as kryeplaku, as komuna e Quksit, as bashkia e Prenjasit. Të tre gjëra. Po kryeplaku, Më falni sekondë, se kryeplaku vetëm sa për çu zërin është. E pra, unë nuk e di kush ka kryeplak gjë, ta di unë. Se nese di kush është. nuk ka nevojë, pun ta dish se Të taksat i mbledhin ama. Po taksa pse I mbledhin? marrin, ë? Lek Ne mlek. ka paguar taksat e tokës, një Por për nuk i një. mbledh Tash kryeplaku vetëm ato. këto kanë markesë. Bora taksin e tokës, ali pas e paguaj s'ke. Domethënë lekët e tokës ti nuk ti japin, ama taksat për tokën me qerat Unë i paguaj. Më dëgjoj zotri. Katastrofë. Këtë kishon. Faleminderit. 2003 të bën këto turp. T'jap zotris si quhen? Esat Poçi. Sa vjeç je sa? Unë 65.
fshati i pas ka ca të rinj. Se kemi qenë ca fshatra që po boshatisen fare, të paktën lajmi mirë është që pas ka ca të rinj. Shqyr që janë për gati janë, edhe këta për tikur. Shkolla nuk është për një fshat, domethënë është për gjithë zonën. Për vitëri duhet ta gjithë. Kanë ardhur për vitëri, për gati janë për tikur edhe këtu. Pra, kjo është arsyeja pse ne pam kaq të rinj. Pse është situata tërë fshatra për të shkuar. Ju mi serë thjerë, dhe punë të marrë të kini. Unë jam nga fshati Faj. Po. Këtu futet rruga për Faj, ku jemi na. Problemin e kemi për këtë rrugë kryesore njërë. Na nuk për dim jetë problema është 14 km rrugë, 3 km rrugë është për çuditur. Nuk dim arsyeën pse. E la Salillari, filloi kjo firma tjetër, e kanë shtruar deri në Vërri. Ma ta vërri mirë, e kanë po mirë, asfalt. E kanë shtruar ande lukën, deri në Mokër. Këtu nuk e dim pse ngeli kjo rrugë. Kjo është katastrofë, kjo është nuk e sa të tjerët, nuk kemi çfarë të flasim. E ka Salillari, po Salillari tani o firmë, ama me shtetin se Salillari po ngre ato ka do të qenë në Tiranë, 11 kat, 15 kat, 20 kat. Absolutisht. Ajo me shtetin, marro punën, merr punë tjetër. Këtu është shtetin mest, nuk është Salillari. Ne nuk e di, nuk kam çfarë të them. Folë edhe para folësit. Pra problemi juaj madhor që nuk ka, le të themi, negocim, është rruga që e kërkoni me urgjencë. Problemet e tjera çfarë kanë, sepse është vetëm rruga. Problemet tjera, na futesh nga fshata çuditesh. Çuditesh. Ja ku është benzin që e pe para jush, isha unë. Po makinat e tjera ta të keq deri këtu. Ju kur u fuste benzi gati u zhdukte. Po unë isha para jush, edhe në përfshat kur ka smujë gjam krah deri këtu ose shkojmë na. Ne kur kanë po shtrat. Kur e merrni ambulancën, çfarë thot? Po çfarë do thotë ambulanca ka vdekë këtë rrugë? Mirë. Pe nga je, pe faj, o bo thot, ku të vjen faj, se dinë atë rrugën. Ku të këtu. S'ka pa e. S'ka pa. A dhe sa vjen ambulanca këtu ka marrë filmi. Ç'a ambulancë, po kush ka ambulancë? Po ja, do t'i thuar që ta mbaroj. Kështu që nuk kam ç'a them, nuk e dim pse rri kjo 3 km rrugë. Këtu është e lidhur, Salillar shtet. Normal, ta dyja, njëri ka dhënë kontratën, tjetri ka firmos kontratën. Tani Salillari, mos jep punë pa mbyllur rrugën. Ai vazhdon punë, tu se ti pa. A janë marrë lekë për asfalt? Po, do kalon, do t'i trajtojmë. Se rruga janë marrë lekët për asfalt ndofta. E din që kjo rrugë është shtruar. Ju peshqipni, ju faleminderit shumë që erdhë pa këtë rrugë herë bëtë ishte protesta juaj, sepse emisioni fol, ndjek zërin e protestët. Kudo ku ka protest, pas disa ditësh ne shkojmë dhe e pleqërojmë. Pra keni bërë mirë që keni bërë protest, që u mor vesh që ju e keni këtë problem. Kanë ardhur gjithmonë gazetarë, jo klani, jo kështu e kanë filmuar, na kanë pyetur vetëm mua mund kanë pyetur 5-6 gazetarë. Kanë ardhur. Gjë tjetër fare. Si duket rruga, si po ashtu, ajo duket, nuk është si s'duket. Ju faleminderit, pasi punën edhe shëndet. Faleminderit. Çfarë po më thoi që ta ndërpreva fjalën si ishte Përshëndetje. Ju falenderoj që na mbështete. Unë quhem Mile Buzani, kam atë Volkswagen atje atë Golfin 3, kam 2 fëmijë që kam në shkollë këtu, i bie për ditë. Rruga katastrofë. Pa dokumenta nuk e majmë dot se na vjen policia këtu na i kërkojnë gjitha. Mund ta ktheni pa kamerën, shikoj pompa hidroliku si ka rënë tukë, e kanë lidhur militar. Po, është makina e zezë. Po. Atëherë, nëse mund ta ktheni pa kamerën. Nëse është e mundur, ta kapim pak atë Volkswagenin e zi, Berti, nëse është e mundur, kemi, atë ky ziu i kanë rënë, gati gjitha në tokë, po i bime. Po, në rregull. Unë erdha dje, mora kalamajt mëra në tokë, e lidha militare çova të shtëpia, i vura vidat si shipati prapë i ranë sot. Problemi o këtu në kontratë e firmës. Kanë ardhur 5-6 kamiona tani kanë një javë. Po? Ata, ja, ku është kamioni, tani ajo firmë private. Se mos ta mirëmaj rrugën, ai që të kaloj. Se makinat tona nuk mund ta prishin asnjë rrugë. Kjo kompania që ka marrë këtë të mirëmbajtë këtë tjetër. Nëse ai ka drejtë vetë që të mund ta mirëmaj. Sa ata kalojnë, janë 5-6 kamiona, kalojnë. Ai po thotë që meqense kjo e dëmton se është tonazh, po, ta mirëmaj. Okej. Po, unë kam 2 fëmijë që i bie për ditë. Nuk mund largoj ti jashtë shtetit, se fëmijët e mi nuk kalojnë dot këtë rrugë si që shikoni.
Po ta kishe zgjedhë problem në kishë? Po të ishim të paguje fugonin 20.000 lekë të vjetra në muajt për 2 fëmijë, edhe kishe problem në zgjidhur, edhe unë mund largosha. Për shyti ka ndej, për ti po? Po, ndej është, qa të bësh, se se shikoni vetë, jeton këtë vend këto. Qa probleme shka? Pambullësia është rruga, mjetin su në mash pa dokumenta, se vjen policia ta blokon. Me qa punë e meresh? Për momentin pa punë. Pa punë? Me 3 gjera shoka, zjarë fiksja nuk kalon, ambulanca nuk kalon, edhe kalamaj nuk vërë shkollë. To janë 3 gjera që kjo rrug ka probleme, pasaj tjerat janë... Të treja janë me lujt me zjarrin. Bravo. Po, ju falemderit. Falemderit. Të mirë ma të regullojnë, shkojmë si njerëzit e tjerë. Të nderuar miq, do të kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare, rikthehemi pas publicitetit. Miq, ndodhem pikërisht aty ku e nisa emisionin, ku nis dhe rruga Qukës-Qafploç. Një rrugë me rëndësi shumë të madhe sepse shkurton shumë nga aksi i vjetër dhe ndihmon gjithë komunitetin aty ku kalon, por fatkeqësisht kjo rrugë në 3 kilometrat e para është bërë pengesë, është bërë problem për komunitetin. Duhet ishte e kundërta. Ka nisur në 2009, në 2023 situata flet vetësh. Është katastrofë, nuk mund quhet as rrugë. Ka ikur kompania, ka lënë gropat pas, s'ka vënë asnjë lloj shtrese asfalti, 3 kilometra, mandej vijon rruga në rregull. Atëherë, u thanë shumë gjëra për rrugën, ne shumë pak vete din Tiranë që është ka me 3 kilometra. Po, ajo që unë po më shqetëson është fakti që këta shtetarët, kur vinë, se besoj se kalojnë këtu, ku bien të kato gropat, i bien vërdall gropave, nuk i kanë parë gropat? Përshëndetje, është një respekt i madh për komunitetin tonë që ju vini merrni pjesë këtu. Neve e kemi ngritur zarin, kemi vite të tara. Kanë arritur që edhe ky komunitet i gjithë që këtu dhe dje kur përfundon kjo në Ploç, kanë arritur me një lunë të paparë që kur e hapën rrugën sefte. Se u hap me dhunë, ë? Me lunë hapë rruga këtu të ne. I vun ligjin, i vun policinë. Jemi ngritur të gjithë ne si popull këtu, se kanë shfrytzuar lumin, shkumbinin. Kemi sjell Sazangurin. Ka ardhur Sazanguri veti 5, veti 6, e kanë filmuar të gjithë, ka ardhur policia e Elbasanit. Na kanë marrë me forcë, na kanë majtur mbi 2 motor në komisariatin e Librazhit. 2013-2014. Po. Po pse çfarë bët ju që Sepse ngritëm zorin ne që më shfryzoshë lumi. Pra, kush flet, po ka rrezik që edhe pasi flisni. Edhe neve që po flasim sot këtu. Edhe neve që po flasim sot këtu për mirën e këtij komuniteti, gjysma neve do na shajnë sonde. Do thonë, ja, për herë këta do dalin do flasin. A keni makinë? Arsyeja për një gjë madhore. Arsyeja kryesore këtu te ne është se nuk vinë të flasin të gjithë. Të gjithë rinë të fshehur. I vjen puna e votimeve, të gjithë sa në lëpirë sa të kërkojnë të njërit të tjetër, shkojnë natën në përshpijat edhe i blenë votat me 25.000, si që thanë këta. Isati ka hadër mua, Shaboni ka hadër mua, tjetëri ka hadër mua, tjetëri del i parë. Më kupton? Edhe pranaj ky komunitet do vuaj. Dhe do vuaj akoma. Akoma sepse neve kemi ka fillu që në 39-ën, që në 12-ën kjo e vujtur e kombit tonë, që në 1912-ën, që unë Ismail Qembali dhinte me vaporë në Vlorë dhe helmosën rrugë. Ktheu të utatet e tha. Sepse neve nuk e dum njëri tjetrin. Më kupton? Po thua që përçarja ka bërë që përçarja ka arritur në këtë ditë në një zë të gjithë. Po. Përçarja është gjë e madhe në gjithë këtë komunitet këtu. Rrugën ju përshikoni vetë. Thonë ta Salillari. Salillari ndërtoi një firmë, Alkabane, e gjithë Republikës, arriti, mori zhavorin lumët, e hollin rrugë, mori miliarda lek, u bë superfuqi dhe ka dalë krah shtetit. Vjen PD-ja, të kanë vlla PD-s, vjen PS-ja, të kanë vlla PS-s, vjen LSI-ja, Ilir Metës, kanë vlla aty. Populli aty ku ishte. Populli ma keq. Pe shikoni vet vujtjen tonë.
Si do që të flasim neve, si do që ta ngrem zorin neve pikpyetjen e kemi të kuqe, të gjithë. Po pse? I majt, i djatë në këtë pelg. Nuk të pyet njeri, të shkel me këmbë. Ne kemi qenë ata që kemi bërë negociata të dy palëve. Dash për dës, dash për sës. Për rrugën gjithmonë, ë? Po, për të mirën e vendit. Unë kam qenë ai që kemi ngritë zarin, dhe një kryetar komune që ka vdekë sot ai Salim Omeri, dhe sollëm piturën që shkon këtu ti, unë ngritën gjysmë për dës atë ditë. Mbëshllime familjes. Unë ngritën gjysmë për dës atë ditë, thoshin ne kalojmë për lumët. A kishte më keq? Nuk ishte. Ama u bën diçka për këtë komunitet. E sollën një orë. Erdhën këta tjerët. Se cila palë vjen hakmarrja, mos i hakmarrja Spartakut këtu të neve. Kjo është më e keqja e këtij populli. Asnjë nuk punon për popullin. Trisht. Kudo që ku po shkel ky emision, dëgjoj gjithmonë këtë refren. Asnjë s'po punon për të popull. Jo. Shikojmë, dëgjojmë. Trisht, po me brezinëri, rrugë ujë drita si në 91-shin. Këtyre që janë të gjithë këto nuk u vjen gjuna për aty kalamajt, që janë të gjithë negociojnë përshëndetësinë. Është ngritur një prej këtyre që ka të gjithë kalamajt një për mesa përshëndetësinë që ngujun atje, netën, kërkun të drejtat e veta, do mësojnë, do largohen, do ecin, do hapin dije. Pse i dhe kushte? Pse i dhe kushte? Me që përmendë shëndetësinë. Ka doktor fshati? Fshatrat? Nuk ka infermier ti doktor. Nuk kanë infermier? Po si jo. Po fshatrat tjerë? Dëgjoj. Kanë lënë si qendër të komunitetit këtu. Kanë lënë vetëm një doktor këtu në Çunkës. Po. Pra, për flasim realitetin se del nesër. Po. Një orë larg kanë promesën unë, te atje lart kanë promesën të bëj vaksinën të një orë larg. Në krah. Në krah. E kanë Se s'ka rrugë. Po, nuse çunit, se çunë në Gjermani, nuse ka qenë pas, unë kam marrë mesën, ja ku foto. Një orë larg. Nuk e di nëse operatori, të lutem. Kape. Atëherë një orë larg. Po. Kam promesën krah unë. Kam foristarë në shtëpi nuk del. Këto janë dëshmi të cilat dëshmojnë se si fshatarët e zonës, të gjithë zonës. Po fatkeqësi e madhe mor. E kanë të pamundur të marrin fëmijët në krah për të dalë në rrugë kryesore e mandej. Një orë. Na jemi bërë për ti për vaksinën me. Përfundimin e kësaj rruge. Ja ta mbaroj. U tërhoqëm nga një sistem që flisin të gjithë ta sistem korruptuar. I dham një vot besim të papar, sistemi tjetër. Nga e djata në të majtë. Arriti e shkeli neglizhim të papar për këtë komunitet. I pasuru më miltu ju, U pasuru në djersën e gjithë një këtë populli këtu. Qenë pa duhan të majtë të erthën një mene u banë pasu një groj. I sere që i këtu e të poshtë, janë bërtarë miliardjerë, janë bërë me fabrika, me punë. Fajet i kemi vetë neve. Jo na. Si ti dhënë, edhe ti dhënë, mjaft, mos fol. Po, do vish, hajde këtu me mua, hajde këte. Ja këtu dhe të kitë. Fajet i kemi vetë ne, zotni. Sepse ne u japim një prioritet të paparë këtyre, edhe këta arrin një bën një neglizhim të paparë në këtë komunitet, edhe na shkelin me këmbë. Për ataj këtij populli ti bëhet mirë, le ta vuaj. Bravo ti. Faleminderit. Ja. Ta mbaj po pak më vonë, mbaj pak. Si të quaj? Xhevit. Një në rreth parë do të përshëndes vetëm për sakrificët që bëni. Interesohet për të popull. Po çfarë sakrificë ne një ditë do ju kaloni keni tash 14 vjet. Tani unë do të përqendrohem vetëm te një problem. Hallet tona asnjëherë s'mbarojnë. Të gjitha që i tha ky zotëria janë të vërteta. Po më e keqja unë kam makinën, isha në Librasht dhe i kam marrë nga Prenjasi. Po çfarë këto 3 kilometra? Sepse i ke rasti Magellani. Po, është e vërtetë jam tani ndalova. Për 3 kilometra 5 kilometra. Kjo rrugë ka 15 vjet. Nuk i them se ka faje Salillari. Kjo qeveri e di shumë mirë që kjo rrugë është 3 kilometra, edhe është zvarritur, gjëse nuk ka fond ky shtet. Ky shtet ka para, ka dhe fonde, po kjo është mos interesi për këtë komunitet këtu. Ne jemi tamam si në mesijet. Shikohet qartë se si është rruga.
Ne nuk po duam as buk, as punë, se për këtë punë nuk pyet njeri, po një rrugë. Kalojnë këtu 300 nxanës shkolle. Ku futet ai nxanës? Sot jo shkojë mirë, po nesër në shi. Ku futen këta njerëz? A është e pamundur kjo për 3 kilometra rrugë? Pse kështu? Edhe gurët kishin marrë nga një gur tash e. Po na kishin thënë neve si popull, neve nga i gur do ta kishim ndërtuar, jo një shtet. Ky nuk është shtet i 1950-s. Është 2023-shi. Të zhgurritemi si kafshët, më fal për shprehjen, në balt. Çfarë kuptimi ka kjo? Unë nuk them asnjë gjë tjetër. Nuk për edhe ky popull që ka dalë, se të gjithë pa punë janë këta. Edhe unë pa punë jam. Ama është Kot skandal asnjë. është katastrofë, se ky popull është ai çiki trembur. Pra po thua që populli ka harru gjithë hallet e tjera. Bravo. Këtu është Ka harru që s'ka punë, ka harru që s'ka shëndetësi e tjera, po merret vetëm me rrugën. Po vetëm me rrugën se këtu ku do shkojmë? Ne jemi të izoluar. Ku do shkojmë? Ja, ky është fakt. Le të flasim me një që është e vërtetë. Isha në Librash, se kam bashkëshort aty që për vizitë. I ka këtë e vërdall 4 orë rrugë. Do i bëna presi të vitur. Se Pse? Nuk pas ka shteti të shtrojë një asfalt. Kjo është gati rruga. Çka ka kjo? Do kjo do një stabilizant mbushen ato gropat e tjetër të asfaltit. Kaq. Unë kaq kam. Nuk kam që flas asnjë gjë më tepër. Jo e shikoni vetë. Jo kërkesë Unë jap urgjente. një falënderim të fortë edhe në emër të këtyre gjithëve. Mendoj edhe kam besim që do bëni diçka. Ne do ta ndjekim Në qoftë se ju edhe do ta ndjekim. Media në këtë vend është kryesore, jo në Shqipëri, po në tërë botën. Këtë punë e rregullon vetëm media. Njeri tjetër nuk hap gojë. Inshallah nuk kanë marrë lek me fotografinë. Jo ma thuaj. Ne kemi edhe deputetin të zonës. Nuk e di edhe zoti kryeministri, unë nuk shaj asnjë krah. Ne jemi gjithë popull dhe jemi në sistemin kapitalist, nuk do të funksionojë një sistem monist. Ama nuk shaj asnjë. Ama edhe kryeministri ka kaluar në rrugë. Edhe di shumë mirë. Ku ka kaluar? Ka kaluar 2014. Ka kaluar kryeministri para 3 vjetësh. Mos gaboj. Jo, nuk ka qenë se ka qenë. Kjo ka qenë gati për asfalt. E shtruar aty. Po e ka shumë mirë dhe di shumë mirë rrugën. Jo, ai e di të mirë, nuk e ka pak kështu. Jo, ka pak. Ai thirrja për kryeministrin do të jetë vita shoqi sot. Bravo. Dhe pale ai murua një. Kryeministri që të besoj këtij komuniteti dhe këtij populli, neve nuk jemi mashtrues. Ne jemi një popull Po qemta. Hallexhin. Po s'po kërkojmë gjë kryeministrit, da hapi as punë. Që e shtruan një rrugë. Vetëm këtë kërkoj. Asnjë. Edhe ju do t'u falenderoj jashtë pasë. Në qoftë se do ta ngrihni zorin, Ne fjalën kemi, fjalën e kemi pa limit. vetëm fjalë. Prandaj thash media që ka fjalën, se para jush as kryeministri nuk flet. Media është pushteti i tretë. Shpresojmë. Unë mendoj. Mirë. Isha nuk do na Të falenderoj. Falenderoj dhe ju. Faleminderit. Isha nuk do na pres në fleta rresi sonte. Atëherë, po. Atëre ju bëj thirrje Ku ja bën thirrjen? kryetarit bashkisë Nure Belbës. Kryetari i bashkisë ja bën thirrje. Nure Belbës, po. Për të zgjidhur pasjet e kryetarit. Shteti. Gjithsesi shtetit dhe kryetarit që të bëhen rrugët e fshatrave. Për arsye se Mirë, ai ka drejt në vet. Ai thotë shka për vetë makinën. Ai ka drejt në vetë edhe ke shtëpia. Kam drejt në time. Po, Mos vetëm makinë fare ke shtëpia një që lidh kakavecin me pranjasin. fare. Fare. Harroje. Edhe po ti hysh në ana tjetër. Fare. Qofse kam një smur ose një gjë ku jafmit e vegël, as makina as gjë fare i sjell në krah apo poshtë. Kam 1 kilometër gjysmë Sa nga shtëpi shkolla jeni atje në Kakavecit, atë fshatin tuaj? jemi 20 shtëpi. 20 shtëpi jeni totalisht izoluar. Fare. Po me razjarr atje? Vera zjarru dogje ike. Zotin na ruft. Me doja si për vete. Vera zjarru u dogje ike. Marove. Atë ku shkojmë ne? A kemi kryetarin e bashkie? A urdhërohet kryetari i bashkisë nga Kur do vinë deputetët, që do vinë, kapin një peng, e thuajnë pa u bë kjo rruga s'keni votën, se kështu ka puna. Po kështu i erdhi puna. Jemi zemër bardh ne ore. Të tërë të qemi. A dhe jemi zemër bardh. Përveç po do vijë, po vijë ballën na godit. Jo kaq, po kalon dhe një 20 vjet. Kalon dhe një 20 vjet shumë siç është. Po jo tani se kështu nuk Se shvardhohet. jo, po kështu është. Si kështu jemi. Pra po kur vinë ata ne bëjmë çokat, i harrojmë gjitha hallet, vetëm ta fitoj ai.
Edhe jemi mirë neve. Si shnofe në Grabov, kur shku në Grabov, do një merrni ujin, është një fshat me shumë histori, është te nga Gramshi është 1300 metra lartësi. Besoj se keni dëgjuar fshat turistik, Grabova e Gramshi. Edhe jam dhe vetë në Grabova. Edhe kur i bëra këtë pyetje këtë më thanë, kur bëhen zgjedhjet, bëhet fest. Po pra, Lidhen atje ke rap, çish një. kjo është e keqja që s'na ka fajt as kryetari, as në kryetari, jemi vetë të vetes që ja keni bërë këtë që është sot. Megjithatë ju e keni ngritur zërin. Po, kemi ngritur, po kemi ngritur shufshera, nuk e Ajo protesta ishte një sinjal, ajo protesta na solli këtu. Protesta e fundit e juaja. Se tërë këtë kanale se si rojë tha rrugën e fshatit, normali që duhet edhe fshati, duhet edhe të gjitha. Po rreth ka vecë me preja si në bu. Neve s'kemi këtë që të vinë dhe këtu. Se nga këtu dhe këte, kur tha këta të tjerë do bëjmë hall. Kjo është gërma bët, një s'keni anë. Dhe është vetë. Po kësaj s'kemi çfarë të bëjnë neve. Se edhe kjo fatikisht hedhin ata, për shembull, her pas here hedhin inert. Bëhet prapa, nuk Du rash ju për 2 ditë kjo i. Bilemi ajo e ka dëmtuar dhe më keq e kanë hedhur. E kanë riparuar se më keq. Se më mirë ta kishim lënë kështu, që të kishim mëndore të ta kishim shtruar. ditë e fundi. Se sa do vi dikush që do ta shtrojë një natë, ditën e 2, ditën e 3, po e njëjta avas është. Po e kanë shtruar se tha zotria ka kaluar kryeministri, e kanë bërë mirë para aq kohë. Për ta natur shtruar. Kjo është neve kemi dëm ekonomik shumë të madh me këtë. Pse do thuash ti? Ja ta dëgjojmë zotrin. Ne me të gjithë shatarët, prodhojnë sikush ka, ai ka mishin, edhe ky mishi, dikush ka mollën, arën, gjithë. Mund të prodhohet, ku ta çoj, ku ta nxjerrë. Pse ka prodhim. Po s'ka prodhim, po s'jo nuk ka çdo gjë prodhohet këtu. Rrushi Për çfarë dallohet kjo zona Po këtu? çdo gjë. Më shumë rrush. Çdo gjë është bio, është ku ta çoj. Më thuaj më ku ta çoj. Ai makina pe këtu që do një taksi që punon këta që thaj çuni, pe këtu do 10.000 lekë, 2 km do 10.000 lekë ta çoj ti patan. Çfarë do fitoj? Për 3 kilometra. 2 km, 2 kilometra. Fitimi i ballit atje. Kjo është. E kur tha ai zonë që i bie vërdall, edhe unë jetoj një 3 km më ande. Edhe unë i bie dal në Urak. Dalim qafar, vje pra Dal në Urak, po ama Sa kilometra më tepër bën? Sa çkon? ja ta thamë 13 dhe 13-26. Dhe 26 do kthehen pranë neun. 50 kilometra vetëm për të kursyer 2 Promocion kilometra. këtu. Po atë ardhi. Ja, kjo është e vërtet që unë e bëjmë të përditshëm. Se do dalim se në këtë kemi atë me librazhin e kemi. Po ta bësh këtu shkatron makinë? Po këtu po hyre 2 herë. Tu po hyre 2 herë, ja unë çfarë ngel aty në ngrobët. Jo ka po meltare. Po e pash. Ka. Ikim bab. E pash. Kjo është situata. Sa hallë kemi shumë, por hallë mjall është ky. Do bëj dorë qeveria të na e bëj se edhe ne kemi keq. Kjo është mirë, kjo e lagru është mirë. Kur e pash në Kjo e lagru është mirë, është keq behari. Se lagru i hajse fëmijët po ja ndrojmë ato çizmat. Çizmat. pluri më. Po behar është më keq. Ti e Tash i vetë hajse, për të mirë. po behar keq se mushkërit dhe i musha vetëm i ka fëmijët hundët dhe mushkërit i kanë Ose tërpruar. banorët që janë pas xhatës që I ka shtëpi nuk duhet fare nga 2 pjesëpunore. Kur pash protestën ty, ju e mendova fillimisht mendimi i parë është që s'kan rrugë fshatrat. Sepse përgjithësi rrugët e fshatrave janë skandal. Edhe është numër 1 shkaktar që po boshatisen fshatrat, sepse janë dhe më keq se ndoshta edhe se. Për arsye është rrugës. Kur erdha këtu Boshatisen. pastaj që pash rrugën e madhe dhe nuk bën sens, sepse duhet pyetur domethënë deri ku ka vajt kjo punë. Ju dini të jetë në një proces gjyqësor, ne do i drejtohemi ndoshta edhe Salillarit për të kuptuar, po S'ka fal salillari shok. Salillari e filloi, ja urdhëroi dikush ku ishte aty, nisi këtë rrugë. Tu ka ardhur një firmë tjetër, por kjo firma tjetër e ka marrë nga pjesa këtu dhe nuk ka të drejtë ta rimbajë ta. Bilemi sepse ajo tenderin e parë ka bërë firma, Salillari. firma e ka mbajtur her pas here, po thash edhe një herë, është e kot. Me mirëmbajtje nuk shkohet. Nuk kërkojmë çaku, bilemi mos edhe fare çaku. Ja ka dorën e parë, po le. Çak lugën. Kjo është që po ta gur mbrëma. Kjo ka ngelur nga a është ka qenë tendrim as ka qenë që në kohën e Salës kjo, dhe nuk e di si ka qenë kjo. Salillari ka dorëzuar, ka falimentuar, kjo rrugë ka ngelur. Ai ka Këtu Salillari s'ka falimentuar sepse Ka falimentuar këtu. Ka falimentuar Ndoshta s'ka marrë Ne këtu. falimentuar me Gjurma jo, tjetër jo. shkudo. falimentum na, Ne ngrihet. Unë mblodhëm herën e fundit që na ardhën 2 makina çakull aty edhe kaq ishte ajo. Që e protestës tonë.
Se ku do ishte roji? Tu pyes për energjinë elektrike tani. Mos e ngas fare. Mos e ngas gjallose fare. O zoti. Jo. E di pse dua ta pyes në këtë, sepse po ashtu po më rezulton që në 80% fshatra ku un kam qenë, kryesisht në fshatra, por edhe në zona periferike, edhe të Tiranës, vazhdojnë akoma me instalimet e 70-s. Këtë duhet pyes. Jo 70-të, po 60-s. Do flas. Shikoni, ja ku i keni shtyllat. Po, vjen në bashkë. Shtylla këtu. Ja nuk ula. Më fal. Atëherë, Ose dhe kabina aty mbrapa, shikoj nga po. Nëse është e mundur, nuk e di një nga operatorët. Kjo është lutem. drita nga kabina. Ja, Berti, shiko ku është varur, më thonë që Shtyllat e drejtave. Shikoni ku janë. Korendi. Vjen 120 watt. Kemi lagje Po, që nuk furnizojnë në pajisje të shtëpisë. Do të lajnë akoma sot me dorë, se nuk punon lavandrisja vaj që e ka, nuk punon frigoriferi. Ka dhe tela që i kanë vënë me gjemba, tel me gjemba në për lagje lart, ka izondia lart. tel me gjemba. Tel me Tel me gjemba. gjemba. Tel gardit me gjemba. Se nuk ka tel alumini, e ka më në lagje teme. E dyta, do të tregoj një rast. Kjo është historike, do të thënë sikush mund të keni të dokumentuar. Po. Do kërkoj nga ju. Po në shtyllat ajo. Të paktën një foto, një video. Do shtylla lart, duket që lart. Në përpjekje në për Ka i dush ku lart aty, ka i punuar. Po. veç kësaj do të tregoj një histori tash. Dikujt i duket histori, po kjo po shkon në vllavrasje. Me ligjin 7501. Kam një rast që më ka ankuar njëri kështu shoqërore, më ka thënë. Ajo është vlla e motër, po vriten për tokët. Çka kanë bërë këta komisionerët? Se nga që është emisioni fol, kjo është e drejta e jonë, po edhe ju mund ta çoni, kjo mund të veten në kryeministri ky llaf. Ky burrë ja vlla e motër, ka ardhur njëri ka bler tokë këtu, e kemi rast real, nuk është e presoni tu se është në punë. Numri toka ime ka numrin e pasurisë tate. Numri i pasurisë tate ka vajtur te një tjetër. Nuk dihet që është bërë katastrofë e madhe. Unë kam, për shembull, jo unë, po ai presoni ka 30 vjet që jemi dëshmitar ne që ka tokën e tij, ai punon vet, e mirë mban, i del sikur e ka dikush tjetër. Edhe këta janë në grinë të madhe këtu, prit zot rreziku kur tha ai, çfarë mund ndodh nesër. Prandaj e ngre këtë problem. Ky është lëmshi hipotekë. Pyetëm një rasti i bat shokun, ishim në një bazë bujësie atje dhe bëjmë një pyetje. Si ka mundësi të ndodhi kjo? Ai zotëria u përgjigj tha, ne i matim me kompas nga këtu. Ti mund t'i marrësh dhe me raportor. Për mendimin tim duhet të merren masat të vihet verifikohet në vend reale, fizike toka të shikohet, të dihet e kujt është. Në qoftë se i kanë ngatruar numrin e pasurisë, nuk mund të marrë presoni nga kadastrat tash topograf që t'ja ta shëzë dhe duhet me lekë. Makinat e shifin. Populli nuk ka lekë që ta marri. Ajo është foristrat, dele. Po, del për rrugë po vete. Është mirë që shteti të vetë dorë, ti saksionoj gjërat, ti pastroj, mos i lej rob të vriten. Pastaj u vra këtu, u vra aty, kështu vriten njerëzit. Se i ngatrojmë qyne në fshat me radhë pastaj sipas shkravës. Jo. Po. Po, mirë, gjithsesi e tha pjesën e rrugës. Ky është emisioni aty, të gjitha. Mirë. Ky emision për këto. Mirë, po inshallah do na vini edhe një herë. Po, Ne do vim prapë. Edhe 2 herë do na vini se na kemi shumë. Ne do vim prapë për sa kemi rrugën për të folur. Urgjente kemi rrugën. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Kush do të flas tjetër? Edhe një herë do folë një herë unë për me qenë se na e çele këtë punë energjisë. Unë jam në ky fshat i fanjë, me fjalë. Po, ma the. Ashtu, të bëj ashtu unë tape me foto se kam këtu. Të shohësh gabinën tonë aty ku jetojmë na, anë të merr. Gabina e hapur, po shihoj që nuk ka njerëz më e fëmijë aty që fut dorën apo lop. Se dhe lopa fut buzët. Atje po shihoj që nuk kemi aty se na i shoj Edi Rama, i jemi rahat anej. Po është katastrofë. Teli ishte kur janë vënë dritat, nuk më kujtohet. 68 sa e kusur. U fik me fjalë ra një herë, fër një herë, bi një ves shi apo një ves larg qof një ves një pre-bor, telat tonë tokë. Fryrë era do të marrin telefon. Si Japonisi prit, ja po tregoj unë. Çfarë me pish. Çfarë çerim, ku do jesh sherin. Marrim telefon me fjalë atje, do mirën telefon të Elbasani.
Elbasani do marrë Tiranën. Tirana ku do gjesh elektricistin. Ku je i mirë. Do rrim një javë pa drita. Një javë pa drita. Ti merr Elbasanin? Elbasanin unë Elbasanin. Po nuk të vjen Elbasani po ma, ku do vinë thot ai elektricisti ku je ti? Si ku do vjen? Pa pagun lekat. Po orti zotni do e pagush, do paguaj 2 fishin, unë, se ai nuk ruan numrin e sahatit. Unë paguaj 2 fishin, e di që paguaj 2 fishin unë? Si paguan 2? 2 fishin. Afrofe, jo, sa do me ner ajo se ke sahat, ndryshe e çon. Po nuk vjet as sahatin, më ai orti na po paguajm haracet e këtyre, ore. Haracet e këtyre po i paguajmë. Ky popull po paguan haracet e këtij shteti. E di sa ku jemi? Për Zot. Tani nuk e di, unë kisha edhe një pyetje të fundit. Ja, 1 minutë lutem, kam edhe një pyetje të fundit. Ju thatë që jeni popull që prodhoni. Po. Prodhohen shumë gjëra këtu. Shumë gjëra, morë fasule, arra, molle, rrushe. Edhe s'keni ku t'i shisni. S'kemi ku t'i çojmë. Me çfarë krah pune i prodhoni? Sepse këtu po del që ka nikur. Si ja bëni për krah pune? Ne vjetret, ne pleq. Merre me atë. Vetëm ples, Renia ka ikur. Çfarë do bëj Renia këtu? Sa kushton një krah të punës në një ditë? Çfarë kushton? 10.000 lekë, 20.000 lekë. Vin, gjeni punëtor? As nuk ka punëtor. A shikon fshatin këtu, gjithë fshati këtu ja këta njerëzimin. Kakaveci. Po bile su bora shqyrë e mori nga një oran, po nga një oran tjetër, pa të kisha marrë shpërblimin e tokës, do kisha majmi, do kisha ikur me këtush. Do kisha ikur. 6 dëllim tokë, dale e. Tokë, iku e. Iku toka, 6 dëllim tokë. Po ku të shkosh ti në këtë moshë? Ku do iku? Do iki jashtë shtetit. Jo të lutem ta mbyll. Do iki të punojmë jashtë shtetit. Çfarë do bashtu? Tokën ma zumë mu shteti aty. Ose do i marrësh lekët. Ku do i marrësh? A prishet rrushi? Mirë, dakord. Se rruga duhet. Rruga është jetë për gjithë. Po patësh për bleje. Jepi lekun tjetër. Faleminderit dhe juve. Si shkon shkolla? Në këmbë. Në këmbë? Po. Në dimër si është? Keq është. Si ja bën këtu kur kalon këtu? Murit lagesh. Si ja bën? Si vishesh? Me këpuc të lagura. Me këpuc lagura? Po. Po ti në shkollë keni ngrohje? Po kemi. Keni ngrohje? Po. Si shkolla e mirë shkolla? Me mirë. E mirë, pak në shkolla është e mirë. Sa të duhet për të shkuar nga shtëpia në shkollë me këmbë? 1 orë gjys. 1 orë gjys, edhe 1 orë gjys për të ardhur? 2 orë. Kur çohesh për të ikur në shkollë, çfarë ore çohesh? Çon në 6 dhe në 7 nisem. Në 7 nisem dhe arrin kur arrin 8:30. Po. Në orën 6. Faleminderit. Të nderuar miq, ky është emisioni Fol këtu në piknisjen e rrugës Qukës Qafpllaç. Një investim madhor i qeverisë, i cili ka nisur në 2009, duhet kishte përfunduar, i thon 15 vite ka mbetur rrugëve. Çështja është se ky 3 kilometrash i parë është bërë i pakalueshëm gati, edhe për foristrata me shumë vështirësi. Dhe gjitha banorët që unë kam pas krave dhe që me të cilët realizova këtë emision, ka një kërkesë kryesore të drejt për drejt emergjente për kryeministrin Rama, të bëhet rruga 1 orë më parë, sepse ndryshe të gjithë fshatrat e kanë syrin për t'ikur dhe për të populluar për këtë zonë. Ky është apeli i emisioni Radhës, do të jetë mërkurën tjetër. Deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.